Shikues ABC News ju përshëndes të gjithëve, unë jam Fabiola Hoxha, jemi së bashku në hapësirën Shqipëria sot, vijoj me lajmet humbi jetën në spitalin e traumës Gerald Bitri, 25 vjeçari mbeti i plagosur rënd gjatë përplasjes me armë mes ditën e së shtunës. I riu nuk mundi të humbijetoj plagëve të shumta, në gjendje të rënd vijon të jetë edhe 26 vjeçari Daniel Gjeloshi. 3 të plagosurit e tjerë ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Në pranga ran 2 autorët e ngjarjes, njëri prej të cilëve mbeti i plagosur, ndërsa policia gjeti edhe armën e krimit. Ngjarja e rënd ndodhi pas një sherri banal. Ndërron jetë në spitalin e traumës 25 vjeçari Gerald Bitri, një nga 5 të plagosurit e përplasjes me armë mes ditën e të shtunës në Laç. 25 vjeçari nuk ka mundur të humbijetoj plagëve të marra dhe ka gjetur vdekjen gjatë natës. I riu dërguar në spitalin e traumës në gjendje të rëndë shëndetësore. Në gjendje të rëndë në spitalin e traumës është dhe Amarildo Ndoj, 26 vjeç, ndërsa 3 të plagosurit e tjerë, Daniel Gjeloshi, 26 vjeç, Liridon Ismaili, 26 vjeç dhe Angelina Gjezaj, 58 vjeça, janë në gjendje stabil me dëmtime në gjymtyrët e poshtme. 58 vjeçaria ishte duke shitur qërim për besimtarët e kishës së Laçit, kur e kapën plumbat. Mbrëmjen e të shtunës, policia vuri në pranga 2 autorët, Klevis Ndreca, 28 vjeç dhe Daniel Gjeloshi, 27 vjeç, i cili mbeti i plagosur gjatë përplasjes me armë. Autorët u ndihmuan dhe nga të tjerë persona për t'u arretisur nga vendi i ngjarjes, teksa mjeti që dyshohet se u përdor nga autorët u gjet i djegur në Balltre. Arma e zjarrit u gjet pak metra larg vendit ku ndodhi plagosja e 5 fisht, pranë kantierit të një pallati në ndërtim. Sipas policisë, konflikti mes tërinjve nisi për motive të dobta. Do t'jemi në këto momente një raportim të drejt për drejt me kolegun Ervin Leka për të mësuar në fakt se si paraqitet edhe gjendja shëndetësore e personave të tjerë të cilët mbetën të plagosur ditën e djeshme. Ervin, më dëgjon? Atëherë, së pari ndalemi tek 25 vjeçari i cili në fakt nuk ka mundur të mbijetoj plagëve. Ai ka ndruar jetë në spitalin e traumës. Nuk e di nëse ti ke mundur të marrësh më tepër informacion qoftë për 25 vjeçarin i cili ndroi jetë, por edhe për gjendjen e 3 plagosurve të tjerë. Nga bluzat e bardha sigurisht. Fabiola, Gerald Bitri nuk ka mundur që të mbijetoj edhe plagëve, pavarësisht se kanë qenë plagë në gjymtyrët e poshtme, si duket i ka prekur edhe arteriet kryesore, çka ka sjell edhe gjakderdhje të mëdha që në vendin e plagosjes, pra në zonën e Laçit, dhe pa mundur, pavarësisht si është dhënë ndihma mjekësore si nga stafi i ambulancës, por edhe në spitalin e traumës, nuk ka mundur që të mbijetoj plagëve ku plumbat kryesisht e kanë kapur në pjesën e legenit, por edhe në pjesën e këmbës së majtë, ka si duket i ka sjell edhe vdekje në spitalin e traumës gjatë mesnatës. Ndërkohë duhet të ndalem edhe tek gjendja shëndetësore e 3 personave të tjerë, vijon pra të jetë në gjendje të rënduar për jetën Amarildo Ndoj, 26 vjeç, ndërsa personat e tjerë, Daniel Gjeloshi, 26 vjeç, Liridon Ismaili, 26 vjeç, po ashtu dhe Angelina Gjezaj, 58 vjeçe, e cila nuk ka qenë e përfshirë në këtë konflikt, por ka ndodhur rastësisht në anë të rrugës dhe që ka marrë plumba, pra të 3 fundit vijojnë të jenë në gjendje të stabilizuar jashtë rrezikut për jetën dhe po vijojnë të mbahen në monitorim sigurisht derisa gjendja e tyre të përmirësohet për të dalë nga spitali. Ndërsa në gjendje kritike, të paktën sipas bluzave të bardha, vijon të jetë Amarildo Ndoj për shkak të plumbave që ka në pjesën e kraharorit, paktën sipas informacioneve që kemi marrë, dhe po monitorohet në ndikimin intensiv të mjekëve dhe po mbahet pra me aparaturat, paktën sipas informacioneve që kemi marrë, dhe vazhdimisht po i bëhet trajtimi mjekësor. Ndërkohë për sa i përket dinamikës së kësaj ngjarje, policia mundi që ditën e djeshme pak pas edhe këtij krimi të rënd, pra për shkak se jemi në prag të një masakre me një viktimë dhe 4 persona të tjerë të plagosur, ka vënë në pranga një prej të plagosurve, po ashtu që mbeti, pra bëhet fjalë për Klevis Ndrecën, por edhe Daniel Gjeloshi, 27 vjeçar, të cilët paktën sipas policisë janë 2 autorët e dyshuar që kanë qelluar, pra dhe ka pasur përdërim të 2 pistoletave dhe ka ndodhur pra plagosja e 5 personave, ku një nga plumbat ka kapur edhe vetë Klevis Ndrecën, që po ashtu vijon të jetë në spitalin e traumës. Shkaqet e këtij konflikti që ka sjell edhe 5 persona të plagosur, tashmon edhe një viktimë që
humbi jetën gjatë natës, është bërë një shkak banal, mund themi, apo një aksident të jetë i vogël me dëmtimin e një pasqyre të një prej automjeteve që lëviznin të rinj dhe më pas ka sjell edhe ofendimet mes tyre, fillimisht konfliktin fizik e deri tek përdorimi i armës që si duket, përveç personave të përfshirë në këtë incident të rënd, në prag të një masakre, mund themi, ka pasur edhe një të plagosur që nuk ka pasur fare lidhje me pjesën e sherrit të rinjve dhe ka qenë një shitse ambulante që vijon të jetë në spitalin e Tramës dhe si duket ka ndërhyrë pasi ka parë të rinj teksa ziheshin me njëri tjetrin për t'i ndarë dhe plumbat fatkeqësisht kanë kapur dhe atë. Megjithatë vijon të jetë në gjendje të lehtë për shkak të dëmtimeve të lehta, por edhe punës së bërë nga bluzat e bardhë të spitalit të Tramës dhe vijon të jetë në gjendje të stabilizuar pikërisht në spitalin e Tramës. Ervin, janë dy autorë të cilët janë arrestuar, njëri prej të cilëve besoj është arrestuar le të themi në spitalin e Tramës ku po merr trajtim mjekësor. Por personin tjetër, i cili nuk u plagos në këtë ngjarje, nuk e di nëse ke marrë informacion apo policia ka mundur të japë ndonjë detaj, çfarë ai ka deklaruar? Në fakt, përveç deklaratave të dinamikës së ngjarjes, ai nuk ka dhënë sqarime të tjera, pra ka shpjeguar se konflikti, të paktën sipas dëshmisë që ka dhënë Daniel Gjeloshi, 27 vjeç, konflikti ka nisur pikërisht për shkak të aksidentit dhe ka thënë se është ofenduar nga personat e tjerë, nga grupi i djemve të tjerë dhe si duket më pas ka pasur edhe konfliktin fizik deri në përdorimin e armëve. Pra këto janë deklaratat e pakta që ai ka bërë, ndërsa ende nuk i është marrë dëshmia personit tjetër për shkak edhe të plagosjes së tij dhe pritet që pas daljes nga spitali kemi edhe një deklaratë të 26 vjeçarit i cili po ashtu mbeti i plagosur. Mirë, Ervin, faleminderit shumë për këto informacione që përcolli në këtë raportim të drejtë për drejtë. Një tjetër akt dhune nga kandidatët e Berishës ka ndodhur në kulmin e fushatës zgjedhore. Bledion Albati godet me grushta një shofer kamioni në rrugë nga pamjet shqetësar të dhuna e ushtruar. Deputeti demokrat ndihmohet edhe nga vëllai i tij për ta nxjerrë shoferin nga kamioni. Ngjarja ka ndodhur në afërsi të rreth rrotullimit të Mirasit në Bilisht. Pak ditë më parë, një tjetër kandidat i Berishës, Xhelal Mziu, dhunoi një zyrtar në një takim elektoral. Nuk kanë të ndalura aktet e dhunës së deputetëve të Sali Berishës. Ky është momenti kur Bledion Albati, deputeti i Partisë Demokratike, godet me grushta shoferin e një kamioni, ndërsa vëllai i tij Altin Albati, i njohur dhe si Duçja, përfshihet në konflikt, duke dashur që ta nxjerrë nga kamioni. Ngjarja ka ndodhur në afërsi të rreth rrotullimit të Mirasit në Bilisht. Policia ka arrestuar Altin Albatin, vëllain e deputetit, mbi të cilin rëndojnë veprat penale, pengimi i qarkullimit të mjeteve të transportit, prishja e qetësisë publike dhe dëmtime të tjera me dashje. Mësohet se në deklarimet e dhëna, deputeti së bashku me të vëllain janë shprehur se kamioni ka qenë me shpejtësi dhe mund t'i kishte goditur nga mbrapa. Bledion Albati njihet si një nga deputetët e dhunshëm brenda por dhe jashtë kuvendit. Gjatë primareve në kohën e Bashës, ai sërish bashkë me të vëllan hyn me dhunë në degën e Partisë Demokratike Devoll në 2020, por nga besniku i dhunshëm i Bashës, Albati u kthye pas 2021 në kamikazin e Sali Berishës, duke u kthyer në protagonist dhune të përsëritur në kuvend, përfshirë edhe grushtat ndaj socialistit Vullnet Sinaj. Pak ditë më parë dhe një tjetër kandidat i Partisë Demokratike u përfshi në një konflikt të dhunshëm. Xhelal Mziu dhe nipi i tij pas një takimi elektoral goditën me grushta 33 vjeçarin Kalosh Murra, i cili mbante detyrën e përgjegjësit të ndihmës ekonomike në njësinë administrative Ostren. Himara ka hapur sezonin turistik në Bregun e Jugut dhe një fest madhështore. Kryeministri Edi Rama nuk ka kursyer lavdërimet për Vangjel Tavon, që sipas tij i ka kthyer qetësinë Himarës dhe vet atij. Rama nuk ka kursyer edhe shumë fjalin në greqisht, por për Vangjelin tjetër, Dulën e Shqipërisë madhështore, nuk ka kursyer talljet dhe ironin. Kryeministri çeli sezonin turistik veror nga Himara. Rama hoqi spaletat e fushatës mbrëmjen e së shtunës. Nuk kuptoi se jo rastësisht kishte zgjedhur këtë bashki
politikisht sismike vitet e fundit për të bërë çeljen. U zhvesha e hoqa kapelen se këtu është hapja e sezonit, nuk është fushata elektorale, që kur Vangjeli ka ardhur në krye të Bashkisë së Marrës, edhe mua më ka rënë shpirti në një farë rehati, aq sa mund të më bjerë shpirti mua, pasi është një shtyll shumë e fortë këtu. Gjëja më e mirë që ka ndodhur këtu në këtë territor është që ka rënë një qetësi dhe ndihet një energji pozitive. Rama tha se Imara ka ende shumë problematika, por premtoi se me mbylljen e fushatës do të ketë vëmendjen për investimet. Mbaroj edhe fushata elektorale dhe të fokusohemi përsëri tek punët që duhet vazhdojmë në këtë territor. Kemi përmbyllur një pjesë të konsiderueshme të çështjeve të pronësisë mbi shtëpitë e vjetra dhe nga ana tjetër të shtym përpara për investime që të sjellin cilësi, kështu që do të bëjmë një gjë spektakolare aty te territori i stadiumit me parking nën toksor. Rama nuk ka komplekse, ta shpreh edhe në greqisht dashurinë për Elenët, por sagapoja e tij vlen vetëm për një vangjel, për tjetrin ka një fjalë tjetër. Për kë mo? Ha? Për kë tha? Kë vangjel mo? Për që vangjel mo? Nëse duan një më të zgjuar se veten, ja ku e kanë. Nëse duan pastaj një çyryk që ketë rrypin e pantallonit të Vangjel Dules, e din vetë pastaj. Në çeljen e sezonit Neymar, i ftuar specialisht edhe kryetari i Bashkisë Korfus, që me vete kishte sjell bandën muzikore të ishullit fqinj. Rama nuk nguroi të bëjë një batut me zyrtarin grek. Deri këtu jam unë, se di dhe një sagapo, po më duket se s'duhet ta them ty se nuk shkon. Më duket, kështu që unë s'po shkoj tek sagapoja, po sagapo Poli Korfu. Athina, Korfu the King. Athina Prince. Në qarkun më të madh në vend pas Tiranës, Partia Demokratike dhe aleatët e saj kanë mbajtur mitingun më të vogël. Përballë vetëm disa qindra mbështetësve në sheshin modern dhe të rinovuar të qytetit të Fierit, drejtuesi politik Bardhi, i cili këto zgjedhje konkurrencën e ka pasur më shumë me një kandidate gazmore socialiste të quajtur Zegjine, i premtoi fierakëve se Sali Berisha do të jetë kryeministri i fierakëve. Në shkëmbim, kryetari i Partisë Demokratike bëri një premtim të pazakon. A i tha se Partia Demokratike do të jepte statusin e minatorit të gjithë atyre që kishin punuar në naft në këtë qark. Berisha e mbylli fushatën në Fier me një pjesëmarrje jo dhe aq madhështore. Kavajsi demokrat Gazmend Bardhi e priti me rreth 500 veta në sheshin që më tepër tregonte investimin në qendër të qytetit se sa militantët e pakët. Bardhi mori fjalën i pari. Kjo qeveri e re është qeveria e Partisë Demokratike me kryeministër Sali Berishën. Për t'i kthyer borxhin e madh për këtë miting të vogël, ai u deklarua më besnik edhe se Kolliçi, por kjo besnikëri nuk mbushi dot boshllëqet në bulevard. Gazo, ku je o yll? Po ti je ardhur je për vete. Ja banxhi, asnjës të do, asnjës të hap derën. Dhe kur i përshëndesje në bulevard, s'të kthenin as përshëndetje. Ju këput shpirti këtyre shoqeve të mia. Zeqine Caushi, kandidatja e Partisë Socialiste në Fier, është bërë famshme për videomesazhet ndaj Bardhit, të cilit i numëron vetëm shokët, e kritikon pse nuk e sheh me asnjë femër dhe e quan kollovar nga kavaja. Por nëse Bardhi mundohet të ruaj qetësinë e të duket indiferent, doktori është vigjilent. Pastaj bëjnë fushatën alla Zeqine apo Zeqerie, si quhet kjo. Por Berisha vendosi që në Fierin që nuk e ka votuar kur, të tregoj një histori edhe mëndarse me shumicën këtu, historikisht të majtë. Një djalë nga Veriu më shkruante sot në një mesazh, më thoshte unë, u martova në Fier me një vajzë nga Fieri, por problemi im është se Krushqia është e majtë. Dhe më thotë se ne nuk i votojmë ata, se ata janë pakic këtu, se ne s'kemi pse t'i votojmë. Dhe ai më pyet mua,
Çfarë t'u them unë atyre? Tani unë këtu, para jush, do t'u jap një përgjigje krushqisë së këtij dhëndri nga veriu. Sot, opozita nuk është me kurrë pakic. Në demokraci opozita është gjithmonë pakic, por Sali Berisha kësaj fushate ka treguar më shumë se kur vitet që mba mbi sup, dhe sërish te premtimet, mosha e tradhtoi dhe këtë herë. Ne vendosim statusin e minatorit për çdo qytetar të këtij qarku që ka punuar në naftë. Por në këtë takim madhështor, Berisha e fitoi një betejë dhe atë sërish ndaj Bardhit. Nëse Bardhi mblodhi 500 veta në shesh, Berisha mblodhi rreth 700 ndjekës online. Gjithsesi, larg kundërshtarit të tyre është kryesocialisti Rama, që në të njëjtën kohë në Sarandë, përveç pedonales së mbushur me qytetar, kishte edhe 5000 ndjekës live. Minus Zeqinen, ajo me siguri nuk ju nda gaz Bardhit, kësaj ere as online. Gazo e kishe mbyt sheshin e Fierit sot. 300-400 vet, lumi madh, bravo! Pasove që kërkojnë të kopjojnë suksesin e Trump në zgjedhje, po ju shkon ters. Në Australi, liberalët pësuan humbje dhe kandidati tyre që kishte si këshilltar në fushat Chris Lachivitën, të njëjtin që po këshillon edhe Sali Berishën, nuk arriti jo vetëm postin e kryeministrit, por as mandatin e deputetit. Pa kënaqësia e shumicës së australianëve ndaj Trump përkthyer në ndëshkime edhe për kandidatin opozitar. Goditjen e fundit, disa ditë para zgjedhjeve, ja dha vet Lachivita kur pranoi për The Guardian se po punonte si lobues i kandidatit liberal. Donald Trump po kthehet në tersin e konservatorëve që duan të përsërisin suksesin e tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai është një faktor kryesor në zgjedhjet e vendeve të tjera, por me kosto negative për të djathët. Pas Kanadas, konservatorët pësuan një humbje të idhur edhe në Australi. Kandidati djathtë opozitar, Peter Dutton, i vetë shpallur si Trumpi australian, humbi thellë në zgjedhjet e përgjithshme. Një humbje trefisht, pasi përveç se nuk do të jetë kryeministër, rezultati i kushtoi karrigen e deputetit dhe largimin nga politika. Ideja për të kopjuar Trump, Duttonit ju kthyen bumerang. Sondazhet nxorën se 48% të australianëve kishin mendim negativ për Trumpin dhe trumpizmin, me një përqindje edhe më të lartë nga të rinjt. Tek ta ndikuan qëndrimet e presidentit amerikan, veçanërisht vendosja e tarifave. Dutton u përpoq ta zhbonte këtë imazh e të distancojë nga Trump, por ishte tepër vonë. Me kohë kundërshtari i tij, kryeministri Anthony Albanese, kishte nisur të kritikonte Trump dhe politikat e tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndikimi i Trump tek zgjedhjet në Australi kishte rënë më të thella. Ish fushatuesi i tij, Chris Lachivita, në një kurth të The Guardian, pranoi se kishte nisur punën si lobues i Peter Dutton prej fillimit të fushatës. Isha në Australi 2 javë më parë duke ndihmuar Partinë Liberale atje me disa nga problemet e tyre strukturore që kishin me Peter Dutton. Gjërat duket se po lëvizin disi në drejtimin e duhur atje. Këto përpjekje janë të natyrës rreptësisht politike dhe nuk kërkojnë që unë të angazhohem me qeverinë e Shteteve të Bashkuara. Asnjë nuk e dinte që isha aty. Por qëllimet e Chris Lachivitës duket të ishin më të fshehta. Nuk jam i interesuar për vëmendje. Unë punoj me diskrecion. U përpoqja edhe në Shqipëri të mos kisha shfaqje, por aty shqiptarët kanë një tjetër mundësi. Edhe klienti i tij në Shqipëri, kandidati i Partisë Demokratike Sali Berisha, kërkon të kopjojë Trump, jo vetëm pamje, por edhe në premtime. Por përveç efektit bumerang të Trump, edhe Lachivita duket se nuk ka sukses jashtë Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në 24 orët e fundit, asnjë votë e re nuk ka mbërritur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve nga diaspora e Greqisë, megjithaste janë regjistruar 68.000 vetë, vetëm 17.000 vota kanë mbërritur në Tiranë, ndërsa numri i zarfeve ende të pashpërndarë në Greqi nga posta greke shkon në 10.000. Nga kufiri me Greqinë, Edi Rama u bën thirrje emigrantëve që ashtu si dikur ka përsyen male kufinj për një jetë më të mirë, të vrapojnë tek zyrat e DHL-s për të marrë e votuar për pasaportën europiane.
Greqia po kthehet në problemin më serioz të votës së diasporës. Shifrat e publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për fletët e votimit që kanë mbërritur nga vendi fqinj në Tiranë janë akoma modeste, çka tregon se me kalimin e kohës problemi po thellohet. Në Tiranë deri të shtunën në mëngjes, sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, kanë mbërritur vetëm 17.629 vota, apo 7.2% e fletëve nga vendi fqinj. Pas lajmeve në media, alarmi duket ka mbërritur për herë të parë në kompjuterin e kryetarit socialist, i cili foli të shtunën për këtë çështje 25 kilometra larg nga kufiri grek. Fatkeqësisht në Greqi u bë një mishmash, jo DHL-ja, jo Spedeksi, jo Kodeksi, jo ku diun se çfarë. Por tani më mundësia është, dhe do t'ju lutesh atë gjithë atyre që janë regjistruar, që të marrin zarfin, të marrin votën, të vendosin edhe ata, për ta çuar në vend këtë amanet shekullor dhe për t'ju dhënë fëmijëve të tyre atje në Greqi dhe vetes tyre këtë pasaportën europiane. Por problemi duket se në Greqi nis pikërisht nga shpërndarja e fletëve të votimit. Shifrat tregojnë po ashtu se Greqia mbetet vendi më problematik me shpërndarjen e votave nga DL. Nga 25.000 fletë të dërguara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe ende të pashpërndara në gjithë botën, 10.000 i përkasin Greqisë. Rama u bëri apel emigrantëve se kanë edhe 5 ditë kohë për të mos u menduar më, por të marrin me çdo kusht fletën e votimit. Ata cilët janë rropatur dhe ata cilët presin sot me ankth a do të njihë ndonjëherë pensioni, nuk mund ta lënë zarfin rrugëve, nuk mund ta lënë votën për cilën janë regjistruar të mbetet si një copë letër pa vlerë. Duhet shkojnë ta marrin me çdo kusht dhe ta dërgojnë në Tiranë. Ka edhe disa ditë kohë. Është plotësisht e mundur. Ju bëj thirrje ta dërgojnë në Tiranë. Greqia është vendi i dytë me më shumë shqiptar të regjistruar për të votuar nga jashtë, 68.000, ose 1/4 e diasporës votuese në zgjedhjet e 11 majit. Shumica e votuesve me banim në Greqi i përkasin dy qarqeve të mëdha, Tiranës dhe Fierit, por nëse në Fier efekti mungesës së tyre është modest, në Tiranë vota e migrantëve të Greqisë mund të jetë vendimtare, sidomos në ndarjen e mandateve të fundit. Mbi 60 kallëzime janë depozituar në SPAK për krime zgjedhore, ndërsa për gjysmën e tyre janë hapur tashmë hetime. 29 kallëzime kanë bërritur përmes platformës online, kurse 24 të tjera përmes postës. Prokuroria e posaçme po kryen veprime hetimore për 32 kallëzime të regjistruara në lidhje me zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Në strukturën e posaçme deri në datën 30 prill janë depozituar 61 kallëzime që lidhen me krime zgjedhore, por deri më tani vetëm për 32 prej tyre janë gjetur elemente veprës penale dhe janë duke u kryer veprime më të thelluara hetimore për të identifikuar edhe personat përgjegjës. Nëpërmjet platformës online të publikuar në faqen zyrtare të internetit të strukturës së posaçme, kanë britur 29 kallëzime, ndërsa 24 të tjera janë denoncuar nëpërmjet postës. Nga ana tjetër, 8 procedime janë nisur kryesisht me iniciativë dhe indicie të prokurorëve të posaçëm, ndërsa në fund të janarit të këtij viti, Prokuroria e posaçme ngriti një strukturë të veçantë për hetimin e krimeve zgjedhore. Struktura qendrore do të drejtohet nga Altin Dumani dhe të përfshirë janë prokurorët e posaçëm që do zbresin në terren në 12 qarqet e vendit bashkë me agjentët e Byros Kombëtare të Hetimit. Kështu 3 prokurorë janë angazhuar në Tiranë, 3 të tjerë në Vlorë, ndërsa 2 në Fier dhe pjesa tjetër në qarqet e vendit. Ndërsa veprat penale që do të hetohen në kuadër të këtij plani masash janë ato të krimeve zgjedhore të kryer nga krimi organizuar apo nga zyrtar publik të nivelit të lartë. Një ditë pasi Rama i premtoi Noizit se për pak vite në fshatin e tij malor mund të shkojë me Lamborghini, Sali Berisha nuk ka humbur kohë dhe ka sulmuar këngëtarin Dibran, popullor të të rinjt. Ai e ka quajtur tallet e Ramës me Dibranët, por ndërkohë merr në fushatën e vet në Tiranë stresin një këngëtar popullor për policin. Ndërkohë Berisha nga Peqini u ka bërë thirrje fermerëve të zonës të lidhur me deputetin që ai përjashtoi Darsula që të qëndrojnë me Partinë Demokratike. Kala, aja,
Ish militantit të tij të dikushëm demokrat, doktori nuk ja fal Nojzit, kalimin e Ylberit tek Edi Rama. Sali Berisha sulmoi Ramën, por me këtë rast edhe këngëtarin dhe Lamborghinin e tij. Gjën dhe Nojzin me Lamborghini Nojzit, po Lamborghini Nojzit nuk është pensione. Lamborghini Nojzit nuk është rroga. Ai takzoj. Po ç'pun ka pensionisti me të? Apo si ta mashtroj? Doktori me sa duket nuk është bërë xhelos për Lamborghinin e Nojzit, sesa për rrugën e Arbrit. Një ditë më parë, Rama i premtoi këngëtarit nga Dibra se me atë makinë do kaloj plumb pushke në Maqellar, ku sot kalohet vetëm me fuori stradë. Edhe Berisha ka yjet e veta në fushat. Për krah djalit të Fariut, jo rrallë shfaqet edhe militant stresi. Jem prezent, e gjithë rinia do jetë prezent. Kreu i Partisë Demokratike mendon se superyjet i ka rivali Rama, por beson se nuk do t'i mjaftojnë për fitore. Dhe Kamala mori të gjithë Hollywoodin me vete, po përfundoi atje ku e meritonte. Por kjo fushat për demokratët ka prodhuar yje të reja. Jo të kinemas si Hannibal Lecter, por si kanibali vetë shpallur i Elbasanit, to moralizoti. Një vend në re që ka dhe një lloj xhelozie ndërmjet dashurisë meje me doktorin. Alizoti shoqëroi doktorin Peqin, ku 4 vjet më parë bënte fushat me Dash Sulën. Sot që Dash Sula nuk është Sali Berisha, është i shqetësuar mos ai ka marrë me vete votuesit blu. Ndaj dhe jam sot këtu për të kërkuar nga të gjithë ju, nga të gjithë qytetarët e Peqinit, të gjithë fremerët e Peqinit, të bashkohemi për të votuar ndryshimin. Nga Peqini dashnorit, shkoj në Gramshin e Tenorit. Klogjëri që humbi Big Brother, si mund të fitoj Elbasanin? I dashur, tenori ynë i madh, Armando Klogjeri. Jeni krenari për Gramshin, Elbasanin dhe mbar Shqipërinë. Në Armandon të gjitha projektet, me përparësi, me emergjencë. Jemi rikthyer në studio, vjoj me lajmet edhe për vitin 2024, shteti ka mundur sërish privatin për rrogat. Ato janë rritur 14%, ndërkohë që në sektorin privat u rritën vetëm 10%. Sinjale e stabiliteti ekonomik vijnë edhe nga sektori punësimit, shifrat e papunësisë për vitin e dytë rresht janë sërish një shifrore. Për 2024, kjo shifër është 8.8%, 1% më pak se në 2023. Nëse dikur qytetarët kërkonin që të punonin në sektorin privat për një pagë më të lartë, tashmë situata ka ndryshuar. Prej disa kohësh, pagat kanë pësuar një rritje të konsiderueshme edhe në administratën publike. Në një analizë të Bankës së Shqipërisë, rezulton se gjatë vitit të kaluar në Shqipëri rritja e pagave në sektorin publik rezultoi rreth 14%, ndërsa në ato privat vetëm 10%. Të dhëna zyrtare konfirmojnë se shteti ka rezultuar me rritjen më të fortë të nivelit të pagave, duke prekur nivelin e mbi 100.000 lekëve në muaj. Edhe në privat ka pasur rritje të pagesave për punojësit, por përsëri mbetet në nivelet më të ulta krahasuar me administratën dhe rezulton vetëm 76.000 lekë. Në sektorin privat, rritja e pagave është e shtrirë në të gjithë sektorët, por mbetet më e theksuar në sektorin e shërbimeve. Ky është një faktor i nxitur direkt nga zhvillimi i turizmit në vendin ton kohët e fundit. Rritja me bazë të gjerë e pagave përbën një premis pozitive për përmirësimin e shëndetit ekonomik dhe financiar të familjeve shqiptare, me ndikim direkt në përmirësimin e aftësisë paguese të kredimarrësve dhe raporteve të disa treguesve të kredis, si atij të ardhurave ndaj borxhit dhe të shërbimit të borxhit ndaj të ardhurave. Edhe tregu i punës ka rezultuar pozitiv në vend. Niveli i papunësisë ka pësuar një ulje në fund të vitit, duke zbritur në nivele një shifrore. Nga analizimi të dhënave ka rezultuar se papunësia ka zbritur në 8.8% në fund të vitit 2024, duke pësuar një ulje me 0.8% kundrejt 9.5% një vit më parë. Ky është një tregues shumë optimist, i cili konfirmon ecurim pozitive të ekonomisë në vend. Ndikim kryesor në rritjen e personave të punësuar në Shqipëri ka dhënë kryesisht sektori i shërbimeve, që lidhet me turizmin, por edhe industria.
Rumunët votojnë për të zgjedhur presidentin e ri pas anullimit të zgjedhjeve të nëntorit për shkak të akuzave për mashtrim dhe ndërhyrje nga Rusia. Zgjedhjet zhvillohen mes nacionalistëve të Gjorgj Simion, lideri i partisë AUR dhe 3 kandidatëve centrist. Në garë janë edhe 7 kandidatë të tjerë. Nëse askush nuk fiton me 50% të votave, do të ketë balotazh më 18 maj. Zgjedhjet po ndiqen me vëmendje nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Simion, kandidati pretendent, ka ndërtuar fushatën mbi pa kënaqësitë ndaj ndihmës për refugjatët të Ukrainës. Ekspertët paralajmërojnë se fitoria e tij mund të ndikojë ndjeshëm në politikat e sigurisë. Në Rumani janë hapur vend votimet për zgjedhjet presidenciale që u anuluan vitin e kaluar, duke e futur Shtetin e Bashkimit Evropian në krizën më të rëndë politike në dekada. 11 kandidat po garojnë në zgjedhje dhe pritet që në 18 maj të mbahet raundi i dytë, raundi i balotazhit. Herën e kaluar në nëntor, kandidati nacionalist pro-rus Kalin Georgescu befasoi kur në raundin e parë doli i pari duke fituar rreth 2 milion vota. Paraprakisht i parë si një figurë pa gjasa përfitore, megjithatë, ai nuk pati fatin që të garojë në raundin e balotazhit. Autoritetet rumune anuluan rezultatet mes akuzave për ndërhyrje ruse në fushatën zgjedhore. Më pas, Georgescu t'u ndaluaj që të garojë në zgjedhjet e reja dhe autoritetet vendosin një sër rregullash për zgjedhjet që po mbahen këtë të diel. Sondazhet lokale duhet merren me rezerva, por gjysma e tyre sugjerojnë se nacionalisti i ekstremit të djathtë Gjorgj Simion ka të ngjarë të hyjë në raundin e balotazhit, ku pritet të përballet me kryetarin e Bukureshtit, Nicu Orban, apo me kandidatin e koalicionit qeverisës, Crin Antonescu. Një tjetër kandidate, Elena Lasconi, doli e dyta në raundin e parë të votimeve vitin e kaluar dhe po merr pjesë sërish në përsëritjen e zgjedhjeve. Ajo është pozicionuar si një kandidate pro-perëndimore, duke denoncuar atë që ka përshkruar si një klasë politike të korruptuar. Zgjedhjet e përsëritura janë një moment kyç për Rumaninë, ndërsa shteti përpiqet të rikthejë demokracinë dhe të ruajë aleancat gjeopolitike, të cilat janë tensionuar pas anulimit të zgjedhjeve paraprake presidenciale. Presidenti në Rumani ka një mandat 5 vjeçar dhe ka rol të rëndësishëm në marrjen e vendimeve në fushën e sigurisë kombëtare dhe në politikën e jashtme. Sëmundja e të birit bëri që 60 vjeçarja nga Tirana, Fëllësteta, t'i përkushtoi jetën për kujdeses ndaj tij. Ajo thotë se e vetme prej 2 dekadash përballet me spitalet. 25 vjeçari lindi me probleme në zemër, por më pas i dëmtuan edhe mushkrin, duke ja bërë të pamundur të hedhë qoftë edhe një hap pa ndihmën e dikujt. Sëmundja e djalit ja ktheu spitalet në shtëpi të dytë të 60 vjeçares Fëllësteta nga Tirana. E heshtur dhe e mbytur në mendime, nën Fëllëza prej më shumë se 2 dekadash përballet e vetme në dyert e spitaleve. Në spital jam mësu, nuk e ka problem se shkoj spital. Me dhimbje nën Fëllëza kujton momentin kur mësoi se djali i saj i vetëm Lulzimi kishte lindur me probleme në zemër. Lulzimi sot është 25 vjeç dhe është nënshtruar 3 operacioneve në zemër. Unë kam një djalë 25 vjeç. Është i lindur që në moshën 2 vjeç, që ka lindur me problemet e zemrës, edhe ka bërë dhe 2 koronare të zemrës, ka bërë dhe 2 unaza tjera, dhe prapa operacion mushkërie. Tash i filloi, kjo u bën ca vjeti me shtrom sanatarium, herë mas herë, njërë 2 mush, njërë 3 mush. Problemet e zemrës i dëmtuan edhe mushkërinë, të cilat sollën vështirësinë e lëvizjes të 25 vjeçarit. Nëna e tij Fëllëza thotë se Lulzimi nuk mund të ndërrojë asnjë hap vetëm, pa ndihmën e dikujt. Është ke sota e do pakin këta qësh. Pa të hec pak 2 minuta, pa të qenë edhe ma mirë hec këtu, ndalu aty, hec këtu, ndalu aty. Kur të në 2 minuta nuk e banë që më fare më shpi. Edhe shokët e vetë që kanë makina, kanë gjojë e marë në qëndër atë, pini kafe biba. Në kalvarin e vuajtjeve nën Fëllëza i përlotur tregon një nga momentet më të dhimbshme me djalin në spital. Mi qenë dopët që turbosh do është adru me i thonë, sa që ta shtruje spital. Të thote se, ma, a do më blesh një banone, a do më blesh një amita, sepse ka qenë qa që e gjenë një kiqe më për para, jo se jem kushe di sot e qik më nreshe, atëherë nuk kam arrit i bleje në amita. Ti merje njotave, një që të më komedin, e ti shifi ato tjertë, ato i plot, edhe atë një si ta pite qënë i mu nuk e hedhja në kash. Se më vite zërë që duket komedina kretë bash pas një gjonë. Lulzimi e donë të shkollon, por pamundësia fizike për të ndjekur çdo orë mësimi ja ndërpreu ëndrrën në moshën 15 vjeçare. Në shkollë e kam qu, edhe kështu si kur e kam qu në krah. 7 vjeç e qova në krah, në shpinë.
Me gjithë çadër në shtëpinë, çanta në shtëpinë kisha larg, jo në afër, shumë larg. Nga aty ke shkolla, e te ora 12, e merre, e bie ke pediatria të bë fizioterapi. E çoan në shtëpi prap. Për ditë. Deri në moshën 15 vjeç, kështu. Jeta e ka sprovuar, por Lulzimi mbetet një djalë i fortë dhe luftëtar. Djali im e the se i ka gjitha këta, është një djalë guximtar. Jo pak, pa shumë. Shumë, se me gjithë këto që ka ai, e ne thotë më, po pse thot bëhesh merak? Po të bëhem me mirë. Prej 5 vitesh, Ervis Trimi e ka kthyer pasionin e tij në biznes. Përmes drugdhëndjes, ai poruan traditën, por i ka sjellë të ardhura edhe për familjen e tij. Ervis i tregon se pas çdo produkti të punuar me dorë ka një histori, ndërsa për personazhet të ndërlikuar thotë se mund t'i duhen deri në disa ditë për realizimin e plot. Nuk ka mbaruar shkollarti, por me drurin bën art. Ky është një portret një vajze që është aty duke ndetur. Ervis Trimi jep formë dhe me të krijon një personazh. Kryesisht fokusin te drurit dekorative. Kemi druri arrës më së shumti, druri lisit, dru liri, dru frashëri. Çdo pjesë druri them unë hyn në punë, edhe mbetjet më të vogla, po të kesh pak fantazi shfrytëzon. Për këtë objekt janë dashur 5 ditë punë. E pash materialin dhe e përshtata. Produktet janë unike e rrallë mund të realizojë një të dytë. Raste specifike kur një klient kërkon diçka për dhurat, patjetër që ka produkte që ribëhen. Pasionin Ervisi e zbuloi ndërsa nisi të merrte një profesion. Po, ishte zgjedhja ime, kam marrë për inxhinieri për punim druri para rreth 12 vjetësh. Gjithmonë ka tërhequr pjesa e drurit, më zhdukur e bukur, interesante. Prej 5 vitesh, drugdhendjen po e sheh edhe si biznes. Ka hapur një punishte të vogël në Tiranë, por pas çdo produkti të punuar me dorë, fshihen sfida. Tregu shqiptar është pak delikat për pjesën e punimit të drurit. Si material normalisht është i kushtueshëm dhe normalisht ka shumë punë për të realizuar, gjë që e bën patjetër të dalë disi me kosto të larta si produkte. Kjo është thjesht çështje pasioni dhe nuk mund ta bësh gjithkohës në trysninë e punës, intensitetin e punës, o burra duhet punoj, se do kohën e vet do t'jesh i qetë për ta bërë, do t'jesh pozitiv për ta bërë, nuk mund të punosh në trysninë e kohës për të sjellë diçka të bukur. Do doja të punoja çdo ditë me realizime të tilla, nëse do kisha mundësi që unë t'i shisja. Megjithatë, punimet e dorës nuk janë thjesht biznes, por histori që ruhen e përcillen. Ndërkohë që shumë zanate po shuhen se nuk ka kush t'i trashëgojë, Ervisi mendon ndryshe. Nuk kemi trashëgimi familjare te pjesa e përpunimit drurit, si duket ka qenë e thënë që ta startoj unë që ta lëm trashëgimin. Ishte gjithçka e përgatitur për Shqipëria sot. Ju kujtohet klikoni në webin tonë abc.news.al për të tjera zhvillime, gjithashtu na gjeni edhe në radio në frekuencat 105 FM. Në orën 12 do të jemi sërish bashkë, qëndroni me ABC.